Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias do të zbresë të hënën në një vizitë zyrtare në Tiranë që vjen vetëm pak javë pas takimit në Athinë të kryeministrave të dy vendeve, Edi Rama e Kyriakos Mitsotakis. Shefi i mbrojtjes së shtetit helen mësohet se do të ketë një takim me kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama dhe homologun Ermal Nufi. Vizita u paralajmëruar nga mediat greke, të cilat duke cituar burime në Athinë raportuan se Dendias po vjen në Tiranë në kuadër të diskutimeve për çështjen e kufirit detar mes dy vendeve. Në artikull thuhet se objektivi kryesor i vizitës së Dendias është për të çuar përpara qëndrimin e dakordsuar për t'ia referuar mosmarrveshjen për kufirin detar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. Teksa citojnë burimen nga Shqipëria, mediat helene theksojnë se presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, duket i gatshëm të autorizojë bisedimet teknike të nevojshme për të çuar përpara procesin. Ndërkohë kjo çështje pritet të preket edhe në qershor nga ministri i jashtëm grek George Gerapetritis, që do të jetë pjesë e një konference që do të mbahet në vendin tonë si përpjekje në ndihmë të Ukrainës. Marrëdhëniet mes dy vendeve patën një ngërç për shkak të përplasjeve për Fredi Belerin, por me vizitën e kryeministrit në Greqi, ku krahas pjesëmarrjes në forumin ekonomik të Delfit u prit në një takim edhe nga homologu grek Kyriakos Mitsotakis, njohën përmirësim. Mediat helene theksojnë se Greqia e Shqipëria synojnë që këtë moment pozitiv në marrëdhënie tash frytëzojnë për të gjetur modalitetet që çështja e delimitimit të zonave tetare të marrë zgjidhje. Kjo iniciativë dypalçe u dakordsua për herë të parë në tetor 2020, teksa tashmë synohet përgatitja e një marrëveshje formale që do të lejonte të dy vendeve t'ia paraqisnin mosmarrveshjen e tyre mbi shelfin kontinental dhe zonën ekonomike ekskluzive gjykimit ndërkombëtar.